një sekund për feminizëm, për feminizëm edhe për kry edhe mos po foli, për feminizëm. Tash si po kthehet muhabeti diçysh. Veç për feminizëm. Veç për feminizëm. Jo, jena mbeg, nuk ka është Alba, se tim për qafe për një gjak krejt ndryshe. Tim për qafe, se erdha e të pyta atë këmbu më ndi ketë. Apo jo? Nuk dua t'i hypë sa i teme prapë. Alba. Po ke shtroatin pytje. Po pra, ashtu është. Pse po mundu është me ma këtë? Po ke shtroatin pytje, është pisë, po mundona me ta këty se po me të kamerat shqyqërzoti gjithë ka janë. Nuk po mundona me ta këty. Sa për feminizëm, unë me këtë famën ati ka mirë me në punë. Edhe me ty. Një diti na kanë të saloni, tu e lexu një zarf, nëse s'po gaboj, po ti e ki personale me mu prej jashtit. Unë jam e bindon pse, shtrohet pyetja pse. Dëgjoj, mos shish, dëgjoj për kuriozitet. Po më duket që shara. Ani okej, nëse se kiti nuk reagon. Ti nëse nuk reagon, do me thonë... Ajo jep mendimin e vetë. Po feks. Ti dëgjoje, jep një argument. Këtu e lexu Edi, ose nuk e di kush, këtu e lexu zarfin e banorëve, edhe ti ke për para me e kitë kam në koma, nuk e di që shke për afërsisht, edhe që Alba vishpat, rëdrejt, edhe ti ke për para, që shto diqka, ajo ke me qëllim, edhe zjone diqka full, re Alba, një sekonde, edhe diqka une full ati manive zanin, edhe ti qita dur që shto. A bëden, une për të mirë, s'kom po asanë, largojo, edhe vesh kërëm kejk. Edhe thash, me dalë unë e keq në publik, që adin kom qef mi pas me kitë femnat mi raportet, ajo t'lut në vloj madhë, dje ose par dje. Unë e kam për detyr me të majtë ty. Jo me majtë, ajo pun, jena banur, a përshet që ti e ki diqka kundër meje, se ti kishe nejtë, që shja qes dut Albës, ose që shja qes... A mos e kom këthy kryt, unë e me këqyr, pa marë parasysh u dasht me këqyr, pak po ti veç ike, si kur me dit. Nëse del që jo po me ki me po, do me thonë që u kanë shumë e keqe. Benita është lirë që ti ke i. Ti si ke pas? Jo, se une nuk do me thonë ti mu... Unë asë nuk e kom këthy kryt me këqyr kush është mas me, po thjesht unë nuk e kom për destyr me po nuk e ndrë konnotacion, se nuk e kiti për detyr. Që është argumenti jam. Po nuk e, ka argument është i kot, nuk e kom për detyr me ti moj dorë, po a jetu e një vetë, nuk shpirë që a jetu fërë. Që se ka ditë që jeti. Unë a kom këthy kryt, nuk e kom këthy. O shpirë, po njeri që donë me këqyr me pa kusha, e këthan, po te e ke ditë se manit e zanin. Sinqerisht manive zanin, ishala dalin këto pamje edhe ishe. Edhe u largu, edhe unë e mura, besom që ju që u prika se s'kom sen me to. Po di që ishtë thash, abdin, si ku mba sen, vesh nëse ka diqka specifike me mu, që shu largu, adin mu në shundurt. Se jo që diqka. Po Benita, jena banor, jena si shoqni, a ka më një arsye me pas gjob personale me tina? Po nuk i, për që ata po thamë. Po pse po më kapësh pra? Po nuk jam të kapë, jo, po më do këtë si dëqysh... Jo, nuk do nuk ka... S'podi është një insecurity që e mund të brana vetës, apo pse... Okej, po unë dy herë i thash, jo dy herë, po nuk i di sa hera për me anë këtë bisit. Nuk kam gjob personale me ty. Mu po mbjan një nëse s'ti personale, asune me kërkun s'kam. Pse mu po mdo këtë që sharake kjo muhabet, sepse ti po thua që unë jam e vetëmja femën që ti po ki problem, se ti e shumë feminizme. Me këti kom mirë. Pra, qysh unë e tani që deri sot s'kom pas debat me asë një, përveç të je, që mu ka pashtu ketë. Edhe me mu ka. Qysh është tani? Pas debat se si të e propunën, asë të debat me ty, Alba, kom pas në nivel. Debat me ty kom pas bal për bal, fjallën fjallë pa ofendim. S'ka lidhje transparenca. është ofendim indirekt. Po ti... Se qka ka ndodhë? Unë këtë them. Ofendimet nuk janë vetëm drejt për drejta. Janë indirekte, po mos dua ti the këtyre temave. Jo, unë ofendova në atë rast. Më dëgjoni. Albana? Në rast se vjen niveli i bisedës tani. A dini që vajza, më vjen shumë mirë se jeni tu mirë shumë me mu në ekstrem. Unë me ty gjo personal nuk kam zemër. Asë në shpirti jam sans, po me ty kështë që adios e keni edhe qao. Jo, më në shpirti jam se s'lira, se më të s'kupiku se kam debatet tjera, kështu që... U mirë e bërë. Shkopi aty langë, ti sigare, shkote Edi, qafe edhe qao. U e për Edin e... Për Edin e ka, oh my god. Benit, e pe që ndodhi të të them diqka? E pe që ndodhi të të them diqka? O shpirt. Pas i e dash mesajin, që do me thënë femra me përkra njëra tjera dhe të murën qetë, ajo pra vazhdon, po më duket këj muhabet që sharak.
s'po kam dërmen me vazhdu ma se mladët. Ne tash jemi këtu për solidaritet. Po, normal. Me usqaru pak. Po e pe, ti the për trup, ajo edhe mu. Edhe mu. Se s'di me debatua e pe u qu se o më faj. është më faj. Qiftat të kjo, të primë mbes, të allergjike, të në zezat i ko. A din që tha qëtash? Për edin e ka. Si për edin e te? Kishe po më kapët për edin, po gjelozoj për edin. Wow. Ashtu të tha ty? Tu dajt për derës, qëtash. Që dul për derës. Po pse e përdori fjallën që ti gjelozon për edin? Se unë i thash, hajtë që shko për cigare, i mere langin, shko qafe edin. A vëdin kjo tha për edin e ki. Po ti pse i nga të smove të edi? A ti i nga të smove pak? Të edi, të... Që shepat ka qërë edi emën? Se kush po më vjan për para se halo emën, atë toni, të... Kush do? Jo tha për edin e ki. A unë me edin... Pak për plasje të dyja shkaku se dhe jeni moshe për afërt, edhe është një lloj xhelozie femërore që është normale. Jo, shpirt nuk kam xhelozi. Jo, e di, ti se ke, nuk e ke. Shpirt nuk kam xhelozi, se unë jam shumë feministe. Unë di i përkraj femnat në ekstremitet. Ama nuk më pëlqen ikja e kësaj në kuptimin që nuk është se po ik treni ose gjën e këtu jemi. O shpirt jam, nuk din me debatu. Është mungesë respekti më në rasti. O shpirt jam. Nuk iku se edhe unë ika, po puna që nuk din me... Jo, ti u qove pas kësaj, se normal, edhe ti ke pak ego në kuptimin pëse po më qohet kjo po mik. Normal, dy fije men si ka. Kjo ka këtu me bani fam edhe me dalë si blogere. Blogere e lotë se blogere, dhe me thomë, ki shtresa të ndryshme. Mirë, kjo i shala ka sukses, e din? Unë e prap jam femën edhe i shala ka sukses. Vetë se e ka marrë guximin me hi në shpe. Ja uroj këtë mirat njët.